Kryeministri Edi Rama mbledh sot në orën 9 grupin parlamentar të Partisë Socialiste ku do të prezantojë një paketë ndryshimesh ligjore që prekin nenin 242 të kodit të procedurës penale. Nisma e firmosur nga vetë Rama, si edhe nga Tauland Balla dhe Ulsi Manja, synon të zgjerojë kategorinë e zyrtarëve që nuk mund të pezullohen nga detyra me vendim gjykate. Pas prezantimit në grupin parlamentar, projekt ligji do të depozitohet në kuvend. Aktualisht neni 242 parashikon që masa e pezullimit nga ushtrimi një detyre publike nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Me ndryshimet e propozuara, kësaj liste do të shtohet presidenti i Republikës, kryeministri, antarët e Këshillit të Ministrave, avokati i popullit, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Teksti ekzistues i nenit i jep gjykatës të drejtën të ndalojë përkohësisht një të pandehur të ushtrojë detyrën publike, plotësisht ose pjesërisht, por me përjashtim të zgjedhurve me votë. Varianti i ri ruan të njëjtën formulë, por zgjeron listën e përjashtimeve duke përfshirë funksione të larta kushtetuese. Kreu i qeverisë ka theksuar se pezullimi i një ministri për shkak të një mase sigurimi penal nuk duhet paralizojë funksionimin e ekzekutivit. Sipas tij, pavarësia e pushtetit gjyqësor duhet të respektohet, por ajo mbaron aty ku fillon pavarësia e pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv. Rama argumenton se emrimi dhe shkarkimi i ministrave është kompetencë ekskluzive e qeverisë dhe kuvendit dhe nuk mund të transferohet tek gjyqësori. Ndryshimet e propozuara nuk kanë efekt prapaveprues. Ato nuk prekin rastin e Belinda Ballukut, për cilën gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka lënë në fuqi masën e pezullimit nga detyra. Socialistët pritet të mbledhin këtë javë Këshillin e Mandateve për të qortuar kërkesën për arrestimin e saj pas bardhjes së vendimit të plot. Nga ana tjetër, reagimi i opozitës ka qenë menjëhershëm dhe jashtëpër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilëson nismën si një akt të paprecedent dhe si përpjekje për mbrojtje personale të kryeministrit. Sipas Berishës, ndryshimet synojnë të krijojnë një mburojë ligjore për kreun e qeverisë dhe zyrtarët e lartë, duke shmangur pezullimin nga detyra edhe në rast hetimi penal. Ai paralajmëroi gjithashtu mobilizimin në protestën e 20 shkurtit, duke e cilësuar atë si një moment përballjeje me qeverinë. Debati për nenin 242 pritet të thellohet në ditët në vijim, ndërsa mazhoranca e paraqet nismën si sqarim të balancës mes pushteteve. Opozita e sheh atë si një ndërhyrje që dobëson kontrollin e drejtësisë mbi ekzekutivin. Nëse miratohet, kjo paketë do të ndryshojë ndjeshëm mënyrën se si zbatohet masa e pezullimit për funksionet më të larta të shtetit, duke hapur një kapitull të ri në raportin mes politikës dhe drejtësisë në Shqipëri.